do habitesh. Me i fjalë, rezervoj të drejtën, më beso për këtë që po them, merret mirë që këtë që po them. Me fjalë, kam mjaftuar material. Ky personazhi, ky individi është një lloj shukriu edhe safere apo? Më lejo të ndaj diçka që lidhet më lejo të ndaj diçka që lidhet edhe me një pjesë të një besimi që ne të dy e ndajmë. Shiko, unë do të bëj një pyetje tjetër. A ekziston në potencë ideja që historitë e ngjashme të ndodhin në Shqipëri? Kjo është pyetja ime e fundit. Vetëm ta thotë Ralfi. Se ka zëra që ka eksperiencën të ngjashme. Pastor, mos mi parapris se këtë pyetje ka. Më lejo të ndaj një histori personale me ty, Akil. Shumë vite më përpara, pas një eventi më duket se kemi qenë në Strasburg apo në Bruxelles, me një këshilltare të një personazhi shumë të njohur në ato kohë, eurosocialist, pra një emër i madh. Nuk po rezervohem me emrat. Kjo këshilltare është një mikeshe imja. Prej vitesh, siç ti e di shumë mirë, ne takoheshim, kemi bërë miqe, mikesha rrugës. Duke pirë një gotë verë natën, më tregon për frustrimet e saj me korridoret e Strasburgut. Ç'a kemë i them unë? Kjo ishte eurodeputete, kjo zonjë? Kjo ishte këshilltare. Homologja ime, edhe unë këshilltare në atë kohë. Dhe më thot, jemi shumë bezdisur gjithë neve këshilltare ta, se kemi ardhur gjithë grupi, me meshkuj dhe me femra ta, se jemi në një trysnit papar psikologjike në Parlamentin Evropian për vendet e punës. Pse i them unë? Po ja, tha, unë kam kaq kohë, tha, që dua të marr një promocion të lëviz në detyrë, tha, po këtu, tha, në këtë ambient, tha, nuk ka shanse të zësh një vend pune, tha. Nëse? Po nuk e ule kokën, po nuk u përkule. Më dëgjon Akil, apo jo? Absolutisht. Dhe, i them unë, çdo thuash po nuk u përkule. Po ja, të them një rasta, një eurodeputet, tha, shkojnë në Strasburg, marrin suitat hotelit, tha, dhe bëjnë lorja të tipit, këta ishin eurosocialiste me Qeralafi, që po mbrojt djathët, se edhe djathët kanë perverset e tyre, vendosin një litar, tha, në dhomë, mbledhin 10, 20, 30 staffers, këshilltare, deputet tjere, edhe bëjnë atë lojnë që kush e kalon litarin me përkulje dhe nuk bie në tokë, shpëton, kush bie në tokë, përkullet, mashkull apo femër. Pra, kemi të ajo po të zurat avur. Pra, perversiteti seksual, Akil, është një mekanizëm shantazhi dhe kontrolli që ekziston nga ai që ka pushtetin, ndaj atij që do më shumë pushtet ose do që të avancojë në karrierën e tij. Po, dhe ti bëre një pyetje shumë të mirë. A ndodh kjo në Shqipëri? Po, pra po, jam dakord. Këtë pyetje ka ndonë fakt. A kemi dhe ne rejtë jo është kjo Shqipëri? Dhe në Shqipëri, se ka pasur qeveri dhe tjeti shumë mirë, qeveria bulgare vuri një misi ministre integrimi vetëm për t'joshur... Dakord, të lutem, po flasim për presion seksual në ambjente pune, nga eurodeputet që paguen 15.000 euro në muaj nga taksa paguesit evropian. Të lutem, është thelbi i debatit sot, dhe që vini na shisnin edhe këtu broçkulla. Ndodhe njëta gjë, Akil, edhe në Tiranë. Ndodhe njëta gjë, ka një perversitet, ka një dekadencë, ka një... Ti nuk e shef, më fal, ti e në biznesin e, në thonjza, e kishës, shpirtëror. Dakord, unë kam qenë njëre një kohë si besimtar, sot shoh hipokrizin që karakterizon këtë shoqëri. Kjo shoqëri ku ne jetojmë sot është një nga shoqëritë më të ndyra, më të bëra pis, më të prostituuara shpirtërisht. Ne fatkeqësisht, Smeralda tha një gjë të bukur që parë kur ishim në pushim, s'ka pyll pa dera. Po ky pylli ynë këtu, pas ka shumë dera, më Akil, nga ana shpirtërore. Po këtu mbizotron derri. është e tmerrshme, mos ma ndërprit. Esmeral, të lutem, ma ke ndërprer. Mos kalo shumë, po se jemi në... Ora, Alfi, se po fletë sigur jemi në një... Ma ka ndërprer disa. Do ta përfundoj. Më fal. Po ne kemi shumë është kisha xhamia, ne nuk e dinim se kush ishte dhe akoma vazhdojnë shumica të mos. Nuk kam nevojë, të lutem, dua ta mbaroj. Ishte krimtari, Po s'është normale, Esmeral, unë s'u ndërpreva. Mirë. Po s'është normale, më tani, ja, këtë bëjmë ne, ja. Debat, okej, po e lë, dakord. Jo, ja përfundoje ti, se ishte krimtari. Po nuk e përfundoj se miku vendimi tani. Tani, nuk e përfundoj, vazhdo Akil. Dera, ka pasur më shumë dera, the. Kemi dera pra, dera, dhe ky është një vend i cili ka një specie homo albanicus që nuk reagon, që nuk do identitet moral, që nuk do asnjë vlerë morale, dhe prandaj ul kokën. Ky përkulet pa kaluar litarin. Ky popull këtu, fatkeqësisht është me dhimbje që e them këtë, si një person që ka pas aspirata në politikën e së prasnesër, turma, populli në këtë vend, çfarë ka ngelur këtu, përkulet
pa ja kërkuar pushtetarin. Dhe shkon e voton. Nuk është fyerje. Nuk është fyerje. Po manipulon. Ta që them me keqardhë thërë njerë, po 1 minutë Esmeralda, të lutem, unë po flas tani 1 minutë. Po të lutem po flas. Akile, të lutem. E thash me keqardhje. Të lutem, mos më bëj moralistën, të lutem. E them me keqardhje, këtu ka shumë dera në popull. Unë e pastor, nuk jam as pak dakord me narrativën e fundit që bëre, sepse jo të gjithë janë ata që përkulen. Dhe është fyerje për shqiptarët dhe për njerëzit që jetojnë në Shqipëri. Jo të gjithë përkulemi më vlla. Por ka shumë që përkulen, ka shumë dera në ata që kanë qëndruar këtu, që janë këtu, duke përfshirë dhe mua dhe ne që jemi këtu. Okej, dakor. Edhe shqiptarët e tjerë që janë këtu. Pra ti mendon që nuk kemi shumë dera në këtë popull? Jo, unë mendoj këtë. Unë mendoj që ka shumë burra dhe gra me dinjitet, me integritet, edhe në politikë. Sigurisht më vlla. Më fal, edhe në administratë. Të lutem. Ka jo pak vajza dhe gra. Të lutem, unë e di, po jo, po mos e bëj, moralistën mos ma bëj këtu. Unë e di më mirë se ty këtë punë që ka edhe njerëz. Po nuk janë në politikë më. Po më shkruajnë shumë njerëz, pse e demonizoni seksin? Sekond, më dëgjoj pra edhe mua tani se. Po pra, po mos luaj, mos e bëj këtë rol. Jo, unë nuk kam rol. Ti po më thuat, po fyen tani ti nuk je mbrojtës së popullit. Nuk e do ti Shqipërinë më shumë se që duan o vlla, Nuk e di. Akil, jo pra nuk e do, se unë jam këtu nga jashtë që kam marrë këtë vend. Po nuk e do, mos më bëj sikur e ti e do. Unë e dua këtë popull, të lutem. Unë mendoj që dua. Ti tani po bën një teknikë. Se po futemi në një debat tjetër pra. Tani ka mundësi. Mos bëj sikur ti e do Shqipërinë më shumë se që dua unë Akil. Të lutem mos ma bëj Mos i futemi këtë debat. Nuk mund të lejoj një sekond. Unë nuk fola për ty. Unë fola për Jo, nuk të lejoj të më fyesh. Nuk të lejoj, ti po më fyen mua, unë s'të fyeva ty. Ora ti fyen gjithë shqiptarët. Jo. Të lutem, nuk je në kish këtu, nuk ma shet dot, nuk e bën dot mua këtë lojë. Nuk je në kish këtu. Edhe një herë po ta përsëris edhe një herë. Mos më thuaj unë fyeva shqiptar. Mos guxo ta thuash këtë me mua. Mos thuaj unë fyeva shqiptar. Nuk e do ti Shqipërinë dhe unë e them me dhimbje këtë që po them. Unë po flas për derat, nuk po flas për shqiptarët. Mos më bëj pastorin këtu. Unë mendoj që edhe një herë, në kish nuk e luan dot lojën e kishës me mua, se ta njoh lojën më mirë se ç'mendon ti. Mos thuaj mua që unë fyeva shqiptar. Të riqen brapë dhe kërkon ndjes tani. Unë nuk fyej shqiptarët Akil. Mos guxo ta thuash këtë edhe një herë. Edhe një herë. Dëgjojmë emisionin. Mos thuaj, mos vër fjalë edhe një herë. Thash ka shumë dera në këtë pyll. Mos manipulo. Fol për fenomenin, mos u merr me mua. Unë s'u mora me ty. Nëse do të merrem me ty, merrem me ty. Mos u merr me mua. Kujdes. Nuk të lejoj të më thyesh integritetin në këtë studio. Edhe një herë. Do flasim për moralin tani. Do flasim për moralin. Do ta bëjmë këtë lojë. Do flasim për moralin. Gjithë tema dhe gjithë çështja. Ja pra për hipokrizin, për hipokrizin. Ja ku e ke hipokrizin. Ti po e luan para hipokrizin. Unë s'jam hipokrit në këto momente. Po ti po fshin para. Po leri pra se kjo gjithë shqiptarët që përkulen para litare. Ta thash edhe një herë, ti nuk e luan dot lojën morale me mua, Akil Pano. Ma dëgjom, shif në sy këtu. Mos më shif atje. Ti nuk luan dot lojë morale me mua për këtë vend. Unë këtë vend e dua. Unë jam kthyer nga jashtë me vedije, ka marr nusën time tuaj që ti e njeh shumë mirë. Dhe jam kthyer këtu dhe ka marr një vend në shtet atje dhe tani ka marr biznesin tim. Ti më shif këtu në sy, më shif në sy. Mos guxo të luash me moralin me mua. Ti nuk do manipulosh fjalën time. Ndërkohë që ti merr fonde atje nga Amerika, dakor? Transparencën unë punoj dhe paguaj taksa. Sa taksa i paguan ti shtetit ti? Me ty për flas, që më bën mua moralistin. Çfarë diskutimi? Budallik tani, e kalove dhe personale. Me kë po flet ti që më bën mua moralistin dhe më thua, unë të fyeva unë ty moralin. Ti moralisti i madh. Jo moralin, jo. Po ç'a fyeva unë ty? Personalisht. Po pra, unë thash një fenomen politik.